Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Tani dhimbjet e gjurit mund t'i trajtoni në shtëpi. Ndiqni këtë recetë dhe ndryshimi do ju befasoj. Dhimbja në gjuhë është një ankesë e zakonshme që prek të gjitha grup moshat. Kjo dhimbje mund të jetë rezultati një dëmtimi të tilla si ligamenti prer ose kërci krisur. Gjendje të caktuara mjekësore duke përfshirë këtu edhe artritin dhe infeksione gjithashtu munden që të shkaktojnë dhimbje në gjuhë. Terapia fizike mundet të ndihmojë në disa raste, megjithatë gjuri mundet të kërkojë riparime kirurgjikale. Kjo e fundit të rekomandohet ose në raste ekstreme të artritit, por nëse dhimbja është për shkak të inflamacionit, artritit ose lëndimeve të lehta, këshillohet sigurisht aplikimi në kushte shtëpie i disa metodave të cilat kanë dhënë rezultat. Është me rëndësi që në çdo rast, përpara se ju të përdorni ndonjë ilaç të dhënë nga mjekësia alternative, të flisni me mjekun tuaj për të shmangur dëmet dhe efektet anësore. Është gjithashtu e rëndësishme të gjesh shkakun pas së dhimbjes. Sa më shpejt të arrini në rrënjën e problemit, aq më shpejt do të jenë rrugët e rimëkëmbjes. Ndihma e parë: nëse e keni shtrëmbëruar këmbën, keni rënë ose keni tendosje gjurin tuaj, ndihma e parë në shtëpi mundet të jetë e dobishme. Aplikoni një kompres të ftohtë ose qese me akull. Perimet e ngrira të tilla si bizele gjithashtu do të bëjnë punë nëse ju nuk keni akull. Kjo shërben për të parandaluar ëndjen. Ndërkohë që ju jeni duke pushuar, mbani këmbët tuaj në një pozicion lart. Qëndroni të qetë, pasi kjo është një formë lart kineze e stërvitjes së mendjes, e cila përmirëson ekuilibrin dhe fleksibilitetin. Në një studim të botuar, studiuesit të zbuluan se kjo praktikë është veçanërisht e dobishme për ata me osteoartrit, pasi reduktuan dhimbjen dhe rrit gamën e lëvizjes. Disiplina mendore mundet të ndihmojë gjithashtu në parandalimin e zhvillimeve kronike. Ushtrimi dhe menaxhimi i peshës. Ushtrime ditore zvogëlojnë dhimbje në gjuhë të disa njerëz. Duke qenë mbi peshë, mundet që të kemi përkeqësim të problemit, kështu që menaxhimi i peshës është i rëndësishëm. Xhenxhefili. Përfitimet shëndetësore të xhenxhefilit përfshin lehtësim nga ngacmimi në stomak, të përzira dhe si lehtësim të dhimbjeve. Nga një studim i kryer të sëmurët me artritë rezultoi se xhenxhefili ndihmon gjithashtu në zvogëlimin e dhimbjes. Një nga problemet më të zakonshme shëndetësore sot është padyshim dhimbja e kockave. Gjendje të ndryshme munden që të shkaktojnë lëndime në kocka, ligamente, kërcë rreth kyçeve. Nëse keni dhimbje kyçesh, do të vini re simptoma të ndryshme si për shembull ëndje, nxehtësi, dobësi, skuqje, paqëndrueshmëri, butësi dhe humbja të diapazonit të lëvizjes së kyçit. Dhimbja e kyçit mund të bëhet jashtëzakonisht e dhimbshme. Për fat të mirë, këtu do t'ju prezantojmë diçka natyrale e cila do t'ju ndihmojë të merrni një lehtësim të menjëhershëm. Është jashtëzakonisht e thjeshtë dhe të gjithë përbërësit mundet që t'i keni në shtëpi. Limoni është një frut i pasur me minerale dhe vitamina siç është vitamina A, B6, C, B1, fosfor, kalcium, kalium, pektin, magnez dhe të tjerë. Shumë njerëz përdorin vetëm mishin e limonit, por nuk e dinë se edhe lëkura e limonit ka shumë përfitime shëndetësore. Zhveshim limonin pasi lëkura e tij përmban disa forma antiseptike dhe antiinflamatore. Është i shkëlqyer për lehtësimin e dhimbjeve si edhe për përmirësimin e shëndetit të ënëve tuaja të gjakut. Është gjithashtu një mënyrë shumë efektive për të lehtësuar dhimbjet e kyçeve. Këtu ne do t'ju paraqesim mënyrat se si lëkura e limonit do t'ju ndihmojë kundër dhimbjeve të kyçeve. Fillimisht, grini lëkurën e limonit, por kujdes,
do të fërkoni vetëm pjesën e verdhë. Vendosni lëkurën e limonit në zonat ku ndjeni dhimbje në kyçe dhe vendosni një fash mbi to. Lëreni kështu për disa orë dhe do të habiteni nga rezultati. Një tjetër recetë është kjo, ku përbërësit që do t'ju duhen janë 2 limon, vaj ulliri dhe gjethe eukalipti. Thjesht qëroni limonin dhe mbajini lëkurat në një kavanoz qelçi. Siguroni që t'i mbuloni plotësisht me vaj ulliri. Më pas, shtoni gjethet e eukaliptit. Mbylleni kavanozin fort dhe lëreni që të pushoj për 2 javë. Kur të ketë mbaruar kjo periudhë, mund të përdorni përzierjen. Zhyt një garzë dhe vendose në zonën e dhimbshme. Mbulojeni me një fash. Për rezultate më të mira, aplikojeni këtë metodë çdo natë para se ju të shkoni për të fjetur. Kjo terapi fizike do të ketë më shumë kohë për veprim pasi nuk lëvizni fare. Provojeni sot, do të habiteni vërtet si një metodë natyrale mundet ju ndihmoj kaq shumë. Ashtu si çdo makinë me kalimin e kohës trupat tanë konsumohen, gjunjët janë veçanërisht të ndjeshëm për shkak të lëvizjes dhe presionit. Nyjet janë pikat ku 2 kocka takohen dhe janë të lidhura me njëra tjetrën përmes ligamenteve, tendinave, kërceve dhe muskujve. Nyja e gjurit është nyja më e madhe në trupin e njeriut dhe trajton një sasi të madhe të stresit pasi mundëson lëvizjen e trupit duke mbështetur pjesën e sipërme të trupit. Mirë po për fat të mirë për gjunjët tona ka mjete natyrale për të ulur inflamacionin dhe për të lehtësuar dhimbjen. Kjo recetë është e shkëlqyer për dhimbjen e gjurit. Ju mund të aplikoni këtë pastë në çdo nyje tuaja në mënyrë që ju të zvogëloni inflamimin dhe për të lehtësuar kështu dhimbjen. Ju mund të dëshironi të eksperimentoni me recetën duke përzier gjysmën e sasisë së uthullës me vaj ulliri. Nganjëherë masazhimi mund të jetë i fortë dhe vaji i ullirit pakëson nxehtësinë dhe lehtëson aplikimin. Të gjithë këta përbërës do të reduktojnë inflamacionin nëse i hani. Mbani në mend se speci djegës mund të bëj me njolla rrobat, prandaj keni kujdes me veshjet. Përbërësit janë 2 lugë çaj me specë djegës pluhur, 1 filxhan uthull molle ose gjysmë filxhani vaj ulliri ekstra të pastër dhe gjysmë filxhani me xhenxhefil të grirë. Përgatitja: shtoni xhenxhefilin e grirë dhe specin djegës të tretur në uthull molle ose vaj ulliri të ngrohtë. Përzijeni mirë derisa të formohet një pastë. Aplikoni pastën në zonën ku keni dhimbje 2 herë në ditë dhe lëreni atë të veprojë për 20 minuta. Më pas ju duhet që ta shpëlani me ujë të ngrohtë dhe të thani vendin e aplikuar. Masën e përgatitur mbajini në frigorifer dhe tundeni mirë përpara se ta vendosni në vendin e prekur nga inflamacioni. Nëse kjo gjendja juaj është kronike dhe dhimbjet nuk po kalojnë, atëherë e mira është që ju të paraqiteni tek mjeku juaj. Gjithashtu, nëse dhimbjet vazhdojnë për një kohë të gjatë, munden të kenë nevojë për trajtime më cilësore, madje ndonjëherë edhe ndërhyrje kirurgjikale. Mirë po duhet të dini se këto informacione nuk kanë për qëllim të zëvendësojnë ilaçet e përshkruara nga mjeku. Para se të përdorni këto receta të mjekësisë alternative, ne ju sugjerojmë që të këshilloni më parë me mjekun tuaj. Nëse ndonjë prej këtyre përbërësve të përmendur ju shkakton alergji, e mira është që të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.